kënaqësi dhe nder për mua që të hapim sot së bashku ekspozitën Paraja rëfen, 100 vjet jetë dhe ngjarje nga Banka e Shqipërisë. Kjo ekspozit vjen në një moment me simbolik të veçantë, në intervalin midis 100 vjetorit të themelimit të Bankës Shqipërisë në vitin 1925 dhe 100 vjetorit të hedhjes në qarkullim të monedhës së parë shqiptare në vitin 1926. Kjo ekspozit, e ngritur në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës, është vendosur në këtë seli, e cila është selia qendrore numër 2 e Bankës së Shqipërisë, si godinë e cila mbart vlera arkitekturore, por gjithashtu edhe shtresa të historisë Tiranës, të vendit dhe të rajonit. Ky është edhe qëllimi i ekspozitës tonë, të krijojmë një hapësirë ku historia të flasë me gjuhë të qartë dhe ku ekonomia të mos mbetet vetëm për specialistët e ekonomisë. Një aspekt i veçantë i kësaj ekspozite është edhe shtrirja e saj përtej Tiranës. Ekspozita dhe aktivitetet shoqëruese janë konceptuar me idenë se historia monetare dhe edukimi financiar nuk duhet kufizohen vetëm në një hapësirë e cila është kjo ku ndodhemi sot. Në veçanti dua të shpreh mirënjohjen time për partneritetin me Institutin Italian të Kulturës në Tiranë, si dhe me partnerët e tjerë ndërkombëtar vendas që kanë mbështetur këtë nismë. Money talks. Paraja And it's rëfen. particularly interesting that Dhe kjo, money talks through culture today. Titull Culture is the interesant real për paran engine of e cila money, and it tregon talks kulturën through the e history, paras talks dhe about the shkon history of Albania, për te historisë but të also talks Shqipërisë, about por the gjithashtu contribution that Italy për has given to this kontributën country, this place. që i paraja i ka dhënë këtij vendi. Për vjetor i rëndësishëm për një bankë qendrore. Një shekull i gjatë të cilit Banka Qendrore ka shoqëruar rritjen e vendit, duke u përballur me sfidat të ndërlikuara, presione ekonomike dhe momente transformimit të thellë. 100 vite më parë, roli i Bankës Qendrore mbetet po i njëjtë, të mbështesë investimet dhe të kontribuojë në rritjen ekonomike të vendit.